Më lejoni që para se të filloj këtë interpelancë të përshëndes protestuesit e rjollit që ju kanë ardhur këtu. Ju i injoroni, po ata janë këtu për të treguar që nuk ndalen. Duhet ta keni të qartë që pronën nuk ua ka marrë vetëm Bashki Mulaj. Pronën ua kanë marrë këtu në këtë parlament, kjo i qeveri. Dhe kjo është arsyeja pse kam kërkuar këtë interpelancë, zonja zëvendës kryeministre. Banorët janë këtu, shikojni. Shikojni, ata për të cilët ju nuk flisni, ju i injoroni, kanë ardhur këtu, në sallën tuaj, këtu ku mbroni korrupsionin, këtu ku votoni ligjet për të vjedhur pronat e qytetarëve shqiptar, i ke këtu. I ke këtu. Ja, shiko, po të përshëndet, po ndeshen me policin tuaj, po ndeshen me policin private, po ndeshen me oligarkët tuaj, po ndeshen me zyrtarët tuaj. Ktheuni, te ai fshat në Rjoll kanë votuar edhe për ju. E dini apo jo? Kanë votuar edhe për ju, atëherë kërkoj ndjes. Shko dhe mbroj. I ke dëgjoj minimalisht, ke vajtu në Rjoll. I ke dëgjuar minimalisht i dëgjosh. Se ma se kanë të drejt. I ke dëgjuar, nuk i ke dëgjuar, se ju dëgjoni vetëm një. Ju dëgjoni oligarkët. Këtë do dëgjosh ti? Do dëgjosh oligarkën apo Belinda Ballukun? Tani nuk do merrem me ty sepse këtu jam për çështje tjetër. Tani, zonja zëvendës kryeministre, këtu banorët e Rjollit kanë mbi 100 ditë që protestojnë. Banorët pretendojnë që një oligark bashkë me ish kryetarin e hipotekës kanë vjedhur pronën e tyre. Ky është pretendimi i tyre, zonja ministre. Dhe detyra jonë është të dëgjojmë zërin e tyre. Dhe këtë interpelancë në fakt, unë e kam kërkuar për llogaritë të tyre, dhe pyetjen që të cilës ti duhet i përgjigjesh në emër të qeverisë, unë në fakt pyetja nuk ishte për ju, po ishte për kryeministrin. Ja kam kërkuar një prej banorëve, edhe do të doja që ta dëgjonit me shumë vëmendje dhe t'i jepnit një përgjigje. Kjo është pyetja. Çfarë kisha thonë nonit tash? Unë i tha me Dirama, a je djali nonit? A je djali nonës? Dhe ne dole në zemër, shka? Na fermoste, na batë kështu, na lejove grabicin, na marë tokën, që na fiku, na qitë rrugë pave, dhe ne dore në zemër, në gjithë Belinën, si ka fermosat, Belina Ballukun, a ka u loda, a ka menua në i fije gjohë, se qa po bënë për këtë rëbni, mja u marë tonë, jo me thonë, mja u lani fije, kam pas 2 bache, aty se kam punu 40 sa vjetë, aty kam derdisën, me gjakten, jam e familje e malajve, jeshtu na ke bëngu, dhe ne dore në zemër, e shpirti. Çfarë kisha thonë nonit tash? Pyetja është shumë e thjeshtë. Po ti lëm, ç'a të bëjmë? Ti lëm vetëm të pambrojtur. Ti lëm ndërkohë që kjo qeveri ju vjedh pronat. Tani, zonja zëvendës kryeministre, nuk kërkon shumë kjo zonja, kjo e moshuara, nuk kërkon shumë. Kërkon thjesht që të vini dorën në zemër dhe t'i garantoni pronën, mos t'i vidhni pronën. Ju pyet, keni prindër, as keni prindër, keni fëmijë, as keni fëmijë. Si mundeni, thot, si mundeni na nxjerrni të na merrni pronën në këtë farë mënyre? Nuk ju kërkon shumë, nuk ju kërkon as rritë e pensioni, nuk ju kërkon as ujë, as drita, as të krijoni kushte që fëmijët e saj të jetojnë në Shqipëri. Ju kërkon thjesht mos t'i merrni pronën, mos t'i vidhni pronën. Kaq. Shumë e thjesht. Tani, hajdeni këtu edhe jepini përgjigje jo mua. Jepini përgjigje kësaj zonjës së moshuar. Dhe ju lutem,
mos filloni me jo vendimi i gjykatës, jo po ata janë mashtrusa, dakord, të lutem, mos filloni me këto broçkulla, sepse nuk ju beson njeri. Dhe tjetra pastaj, që keni hapur krahun, mos hajde na thuaj të lutem që ne jemi kundër biznesit, që ata nuk duan që të ketë zhvillim, se duan të jetojnë në varfëri, ata duan thjesht që nëse zhvillohet prona e tyre, të përfitojnë dhe ata. Është shumë e thjeshtë. Por në fundit ju, pyetja është për ju, se ka ndërguar juve këtu, po ju të një të vërtetë, nuk kurse u pyet njëri. Pronën e ka marrë shefi juaj, bashkë me shefi zyrtar dhe shefi jo zyrtar. E dini shumë mirë se kush shefi jo zyrtar juaj, është Belinda Balluku që ka vendosur aty, dhe qartësisht ju tani do vini këtu dhe do thoni që ka një vendim gjykate, vjen keq. Banorët janë mashtrus, sepse ka thënë i madhi, gjithë kjo zonja këtu, ka thënë kryeministri i madh, ka thënë kjo zonja, kjo e moshuar është i mashtruse. Të lutem, mos ul në të njëjtin nivelet e tij, mbaj veten dhe hajde e përgjigje zonjës. Në mbështetjet në 96.5 rregullore, zonja Koçiu, keni fjalën 20 minuta. Ju lutem, ka mundësi të mbajmë pak qetësi? Se keni kërkuar interpelancë për sqarime, të lutem dëgjoni. Ju lutem, zoti Kapri, ju lutem, mbajmë qetësi se e keni kërkuar ju. Ju lutem, keni kërkuar interpelancën, të respektojmë interpelancën. Ju lutem, zonja Koçiu, keni fjalën. Ju lutem. E nderuar drejtuese e seancës, të nderuar deputet, të dashur qytetar, në fakt çështja e rjollit është një çështje në të cilën patjetër qytetarët meritojnë qartësi, seriozitet dhe përgjegjësi institucionale. Sepse kjo në fakt është një çështje e cila po patjetër prek edhe të drejtat e pronësisë dhe marrëdhënien e shtetit me ligjin, dhe zhvillimin ekonomik të vendit dhe turizmin. Të gjitha këto janë pa diskutim të lidhura, sepse janë mënyra se si zgjedhim të ndërtojmë të ardhmen e Shqipërisë. Për këtë arsye dua ta nis duke vendosur një vijë shumë të qartë. Nuk do ta përdor këtë foltore për të hedhur balt, etiketime, as gjyqje politike ndaj individëve, qytetarëve apo sipërmarrësve. Nuk besoj se kjo i shërben të vërtetës, nuk besoj se kjo i shërben as qytetarëve. Dhe mbi të gjitha, nuk besoj se i shërben as seriozitetit që duhet ketë ky kuvend i Republikës Shqipërisë kur diskuton çështje me interes publik. Sepse është shumë e lehtë të krijosh zhurmë, zoti Shehaj, është shumë e lehtë të ndërtosh teori, është shumë e lehtë të bësh akuza. Është e rëndësishme të mos ngatrojmë në këtë pikë dy çështje të ndryshme. E para, patjetër, është politika e zhvillimit ekonomik edhe turistik të vendit. E dyta, janë pretendimet e individëve të pronës, të cilët patjetër do duhet të trajtohen nga institucionet përgjegjëse dhe po nga gjykata. Në një shtet demokratik, qeveria nuk mund të zëvendësojë gjykatat, dhe këtu besoj më jep të drejtë dhe ti, nuk vendos me deklarata politike mbi pronësinë, nuk merr rolin e prokurorit, të gjykatësit apo të ekspertit për çdo konflikt civil. Koha kur politika vendoste me telefon se kush kishte drejtë e kush jo, ka marrë fund. Sot Shqipëria funksionon mbi bazën e institucioneve, të ligjit edhe të ndarjes pushteteve. Prandaj dua ta them qartë,
Çdo qytetar që pretendon cënim të pronës tij ka të drejtën kushtetuese ta ndjek në rrugë administrative dhe gjyqësore. Dhe çdo institucion shtetëror ka detyrimin të respektojë vendimet e institucioneve kompetente. Dhe këtu bjem dakord të gjithë dhe besoj patjetër dhe ju, ky është themeli i shtetit të së drejtës. Nëse sot dikush mendon se zgjidhja është që qeveria të dalë dhe të vendos vetë se kujt i takon prona, atëherë kjo nuk do të flitem më këtu, nuk do të flisnim më për shtet ligjor, e aq më tepër për demokraci. Kjo do të ishte kthim pas dhe Shqipëria nuk kthehet më pas, zoti Sheaj. Të gjithë procedurat që lidhen me këtë projekt janë ndjekur në përputhje me legjislacionin në fuqi. Nga verifikimi i dokumentacionit të pronësisë, tek procedurat administrative, tek leja e ndërtimit, tek ndërveprimi me institucionet përgjegjëse, çdo hallk është trajtuar në përputhje me legjislacionin në fuqi. Dhe për të qenë të qartë, është njohur e gjithë procedura përmes vendimeve të gjykatave të Republikës së Shqipërisë. Dhe ky është një fakt. Dhe në një shtet demokratik, vendimet e gjykatave respektohen edhe kur ka debat publik, edhe kur ka tension politik, edhe kur ka qëndrime të ndryshme, sepse alternativa do të ishte që çdo vendim gjykate të zëvendësohej nga presioni politik apo edhe mediatik. Dhe kjo do të ishte fundi i shtetit të së drejtës ligjore. Por dua të ndalem edhe tek një element tjetër që në këtë debat po patjetër edhe ironizohet, nëpërmjet fjalës tuaj e bët ironinë e radhës, patjetër është zhvillimi ekonomik i Shqipërisë, dhe këtë nuk duhet ta lëmë një anë dhe të mos e përmendim, sepse për dekada të tëra potenciali i jashtëzakonshëm turistik i këtij vendi dhe patjetër dhe ekonomik i këtij vendi, dhe kur vjen fjala mbi gjitha për veriun e Shqipërisë, bjem dakord që ka mbetur i pashfrytzuar. Për vite me radhë kemi dëgjuar se veriu duhet të zhvillohet, duhet investime, duhet punësim, duhet infrastrukturë, duhet ekonomi moderne, por sa herë që lind një projekt zhvillimi, ngrihet me njëherë e njëjta filozofi. Jo këtij projekti, jo këtij investimi, jo këtij zhvillimi. Rjolli, Velipoja, Shëngjini, veriu i Shqipërisë kanë potencial të jashtëzakonshëm natyror dhe ekonomik. Dhe detyra jonë si qeveri është që ky potencial të mos mbetet vetëm një kartolinë e bukur, por të kthehet në zhvillim real, në ekonomi, në vende pune, në mundësi për komunitetin lokal, në perspektivë për të rinjt, zoti Sheaj, sepse turizmi modern nuk është vetëm ndërtim. Turizmi modern është ekonomi me vlerë të shtuar. Është mundësi për bizneset lokale, për fermerët, për shërbimet, për restorantet, për bujtinat, për familjet që jetojnë në atë zonë, dhe nga ana tjetër, besoj e dini që rajoni ynë po konkuron fort për investime turistike. Kroacia, Malizi, Greqia, të gjithë po investojnë për të tërhequr ekonomi moderne dhe turizëm cilësor. E Shqipëria nuk mund të mbetet jashtë kësaj gare. E me gjitha të, po aq e qartë dua të them edhe dua të jem për diçka tjetër. Shqipëria nuk duhet të zgjedh midis zhvillimit dhe ligjit. Duhet të eci paralelisht tek të dyja. Shqipëria duhet të garantojë njëkohësisht zhvillimin ekonomik, mbrojtjen e pronës private, transparencë dhe mbi të gjitha zbatimin e ligjit. Këto nuk janë dy rrugë të kundërta, janë rrugë që ecin paralelisht, janë detyrime të një shteti modern europian, sa i përket edhe çështjes që është ngritur për aspektin mjedisor, dua të qartësoj diçka. Zona ku shtrihet projekti, po, është pjesë e një territori të mbrojtur nga konventa Ramsar, por kjo konvent nuk parashikon ndalim absolut të zhvillimit, ajo kërkon që zhvillimi të jetë i kontrolluar, i vlerësuar dhe në përputhje me standardet mjedisore. Dhe pikërisht kjo është ndjekur edhe në këtë rast. Institucionet përkatëse kanë kryer vlerësimet dhe procedurat sipas legjislacionit në fuqi për të garantuar mbrojtjen e karakterit natyror dhe ekologjik të zonës. Dhe sa i përket pretendimeve për dhunë nga ana e policisë së shtetit, dua të ndalem edhe këtu duke thënë që po, policia e shtetit ka qenë në terren, ka kryer detyrën e saj,
për të parandaluar përshkallëzimin e situatës, për të garantuar rendin publik, ka pasur tension, ka pasur përplasje, ka pasur dhe dëmtime, ndërhyrja e policisë ka bërë të mundur që situata të mos dalë jashtë kontrollit dhe për këtë patjetër meriton respekt dhe mbështetje. Dua këtu edhe t'i bëj një thirrje qytetarëve që pretendimet e tyre t'i ndjekin në rrugë ligjore dhe institucionale. Askush nuk fiton nga tensioni, askush nuk fiton nga përplasja, askush nuk fiton nga nxitja politike. Është shumë e lehtë bësh politik me zhurmë, është shumë e vështirë të mbash përgjegjësi për zhvillimin e vendit. Dhe kemi zgjedhur të gjithë bashkarisht rrugën e përgjegjësisë për një Shqipëri që zhvillohet, që respekton ligjin, për një Shqipëri që tërheq investime serioze, që ndërton ekonomi moderne dhe patjetër për një Shqipëri që ecën përpara dhe jo pas. Faleminderit.